Ju falenderoj për të programin tuaj me gjithë të shkurtër. Ju lutem kamerave tona që nëse kanë mundësi të ndjekin çfarë po ndodh rrugët e Tetovës, uroj që gjithçka të kalojë pasojë ndërkohë pra. Ju falenderoj zotë Ademi. Rrugëve të Tetovës afroj ta lexoj se nuk jam në rrjet, më jep. Rrugëve të Tetovës, të kohë nderuar. Alfa tash i kanë dalë të gjitha autobusat që dalin nga Tetova dhe rrahin pjesëmarrësit në tubimin e fundit të Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetovë. I nxjerrin djem nga makinat dhe nga autobusët zhak duke ushtruar zonë. Çuna të ri 18 vjeç, çuna të ri 20 vjeç, të lutem Sokol. Të lutem 2 mitën vrapim se të katon. Ju lutem mos dalë tjetër ekran, ju lutem zotë. Atmosfera është e nder, më vjen keq, ju atje mbasi edhe mund të pini nga një botë, po këtu nga instrumenti policor i mjusafirit tuaj, po derdhet gjapi i shqiptarit. Më vjen shumë keq. Zotë Ademi, dhe mua vjen shumë keq të dëgjoj këtë. Në këtë moment ne nuk do të bëhemi pjesë e dhunës. Më vjen keq. Zotë Ademi, faleminderit. Ishte me lidhje drejt për drejt nga Tetova, ku situata duket se është e nder së paku sipas nënshkrimeve të BDI-s, pra siç e dëgjuat anëtarën e përgjithshëm zotin Xhavat Ademi, i cili akuzoi FDSH-n dhe juve zotin Thaçi për këtë situatë krijuar. Cila është përgjigjja juaj ndaj këtyre akuzave të rënda, ndërkohë që situata atje duket se po vazhdon? No comment. Dhe pa të kvalitetin, vlerën unë bëna një lëshim që vetëm për hatër tuaj, se ju e dini se ka rregulla, se nuk mund nivelet të ngatrohen. Hatër, emisionet të shërën që po diskutojnë. Ashtu, nuk do të ishte korrekte, nuk deshe edhe juve të sjellin pozitë keqe, se unë mund flas vetëm me kryetar partia, ashtu është. Keni qetë se s'ndodh kur gjë. Tetovë nuk ndodh kur gjë. E mbajtur një tubim jo në shesh Tetovës, se në shesh Tetovës sot ka mbajtur tubim një parti tjetër, partia